Zoti Ministër, përshëndetje, Erblina Mile nga ABC News. Duke marrë shkas se kemi një rritje të ardhurave në skemën e sigurimeve shoqërore, por edhe për shkak të rritjes së çmimeve si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, kur planifikohet të bëhet indeksimi i pensioneve? Do të mbetet në tetor apo mund të jetë pak më herët? Dhe e dyta, çfarë po ndodh me rimbursimin e fermerëve? Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është një çështje të cilën ne jemi duke e diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Për sa i përket pyetjes së dytë që lidheshte me pjesën e fermerëve, nga dhënat më të fundit që kemi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kemi vërejtur që ka një rritje të numrit të faturave të lëshuara nga përpunuesit apo grumbulluesit drejt fermerëve me NIP, ka një rritje me mbi 23%, sipas informacionit që kemi marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerëve me NIP arrin në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimsi, cili do të zgjasë deri në fund të muajit qershor dhe pastaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve.